mes ndonjë liste qytetare apo ndonjë varianti që ajo po e mendon dhe po shihet që ajo po e mendon seriozisht, sa du taku edhe me kryetarin e Prishtinës, zotin Rama. Prandaj LDK-ja nuk do dëmtohet me zgjedhjet e reja, LDK-ja do të rritet ndjeshëm, madje nuk është larg me që nëse godet edhe fushatën paraelektorale dhe ka një marrëveshje më të gjerë mes Vjosës dhe disa figurave qoftë që thuhen të vjetra, por në politik nuk i quhet vjetra të reja, sepse përvoja është e domosdoshme në procese politike, sidomos në ato procese që po kalon vendi ynë. Prandaj ka gjasa që LDK-s bashku me Vjosa Osmanin dhe partner tjerë, qoftë personalitete nga jeta akademike apo shoqëria civile, kështu me radhë, siç është formula proklamuar nga zoti Abdigjiku, bashkimi i madh i së djatës, unë po besoj që nuk është çudi që edhe mund ngaroj për vendin e parë në zgjedhjet e ardhshme, sepse tashmë ka dhe shembuj në rajon ku figura deri vonë të panjohura për një vit apo një vit e gjysmë elektoral momente caktuara arrin që të marrin 2/3 e votave, siç është rasti në Bullgari tani së fundi dhe tek humbja e zotit Orban nga një zyrtar i lartë i tij deri pak muaj. Prandaj çdo gjë është dinamike, edhe zaten edhe me zhvillimin e proceseve gjeopolitike ka ndryshuar dinamike e ka ndryshuar dinamika e vetë proceseve kombëtare brenda shteteve, sepse domosdo duhet ju përshtatës këtyre dinamikave globale. Prandaj do të ketë, unë besoj, do të ketë befasi, prandaj edhe ndoshta është me kaq mund zoti Kurti të tentoj që fajin për shkuarjen e zgjedhjeve t'ia lë opozitës, për ndryshe do të kishim retorik tjetër të zotit Kurti, siç e kishte në zgjedhjet e para, me një narrativ të fortë dhe me një sulm kundër partive opozitare. Tashmë është më i kujdesshëm sepse e ndjen rrezikun nga zonja Vjosa Osmani dhe nga partnerët tjerë të cilët eventualisht mund të ngjallin besim tek qytetarët. Po ashtu e shihni edhe ka edhe një tërheqje të zotit Haradinaj nga Kreu dhe me gjaz do të jetë kryetar dhe pothuajse është i sigurt zoti Gjini kryetari